Numri të rinjve që përdorin substancat narkotike po rritet gjithnjë më shumë nga viti në vit. Një studim i fundit nga Agjencia Europiane e Drogës tregon se kanabisi rezulton të jetë një prej drograve më të përdorura nga të rinjtë e Ballkanit Perëndimor gjatë 12 muajve të fundit, ndjekur nga medikamentet antidepresiv, pa recetë dhe kokaina, por cilat janë disa nga arsyet më të zakonshme të përdorimit të këtyre substancave nga të rinjt. Menaxhimi i stresit. Sepse kanë këto kështu e justifikojnë të paktën që ne për shkak të një stresi ne qetësohemi sidomos me kanabisin. Edhe për relaks, pra u duket një farë relaksi, por dhe socializimi. Një pjesë e vogël e përdoren edhe për produktivitet, pra për të qenë sa më produktiv. Mjekët toksikologë shprehen se nuk mungojnë as rastet e kombinimit të drograve me alkool, të cilat sjellin një sër efektesh negative për shëndetin e të rinjve. Hashash, alkool dhe kokaina tashmë është bërë një, e kam thënë edhe herë të tjera, një treshe e Bermudës që për fat të keq predominon në terrenin shqiptar tek adoleshentë, ndodhin çrregullime serioze të sjelljes, duke çeduar dhe duke komprometuar rënd sensorët e logjikës, duke komprometuar mirëqenien psikologjike, duke komprometuar shëndetin mendor, pra duke gjeneruar etapa të çrregullimit të ankthit, çrregullimi i personalitetit, mungesa e produktivitetit në punë. Raporti i Agjencisë Europiane të Drogës vënë duke gjithashtu se më pak se 3% e përdoruesve kanë kërkuar trajtim për të ndaluar ose menaxhuar përdorimin, një përqindje shumë e ulët krahasuar me nevojën reale. Vinë për të kërkuar ndihmë vetëm në rast se ato kanë filluar çrregullim të thella psikotike më tepër apo neurologjike, pra kanë bërë dëme të mëdha, qoftë fizike, qoftë psiqike, dhe për pasojë vinë dhe kërkojnë ndihmë. Por që të vinë një person vullnetar që thotë unë jam i mvarur, pa problematika bashkësugjeruese, shëndetësore, mentale dhe fizike, nuk është se vjen kollaj. Mjeku toksikolog Shpëtim Doksani u bën thirrje të rinjve të shmangin përdorimin e substancave narkotike, të informohen më mirë për pasojat e tyre dhe të kërkojnë ndihmë profesionale nëse përballen me varësi, duke theksuar rëndësinë e kujdesit për shëndetin fizik dhe mendor.